sepse janë dy yjet e botës, kanë një karrierë fantastike, mbrenstënse brillante që kanë gjithçka, janë të formuar të gjitha me radhë. Mendoj që do jenë shembuj më të mirë dhe do kenë harmoni shumë mirë me ekipin, sepse duke qenë që janë dy yjet e botës, ata do japin shumë besim dhe djemve të ri, afrimeve të reja do kenë mirëkuptimin gjithë ekipit dhe mendoj që do t'ja dalin më së miri. Shiko, futbolli, sporti e nderuar nuk është më kështu, kur janë yje ato vejnë fotografi, vejnë kornizë dhe shikoj dhe frymëzohet dhe dëgjoj çfarë thon ato. Është historia këtë dhe ti nuk mund të presësh në harmoninë e skuadrës edhe të lush gjithmonë me një lojtar më pak, sepse duhet bëjnë nga 12 kilometra në ndeshje ato. Nuk ja pranon fiziku, kupton. Por ato më mirë ai tri aty ke tribuna dhe t'i japi zemër duke bërtit se sa me lujtë se është me një mangut. E ka tregu kohë që Ronaldo ka pas probleme me ekipin, sa lojtarë me sfëshorë nuk e duan në ekip. 2 vjetë për para. Po pra, duan të largojnë sepse nuk po jep frymarrje ekip. Mos u nisti se ato kanë shku lujnë në kampionatin në Amerikë, futbolli është sporti i nënt që luhet, që ndiqet nga ashtu. Në Arabi lujnë të gjithë për këtë një histori. Por Messi para një viti fitoi Kupën e Amerikës, që ishte prapë Messi. Por e përlushi 10 vetë nivel shumë lart, prapë. Po patjetër unë kam djegë, unë ndiqa e kam djegë edhe në për këto. Përse për Ronaldo jam skeptik thash, vetëm për arsye sepse shoh që nuk ka frymë bashkëpunimi brenda skuadrës. Po ai ka bërë mirë dhe në fazën eliminatore. Prap ka shënuar, prap ka pas rendimentin. Ja, do shikojmë këtu në. Silvia, çfarë mendon për Messin apo për Ronaldo? Ne ta fuzim pak në bisedë. Mendoj që ka ardhur koha e yjeve të reja. Patjetër që ato kanë meritat e veta, por çdo gjë ka një cikël të caktuar. Kështu që besoj që nuk kanë çfarë japin më tani në futboll. Edhe është një sport që ka nevojë për pruje të reja dhe siç është parë, besoj se ka mjaftuar shumë yje të cilët po shkëlqejnë vazhdimisht në këtë botror dhe jo vetëm. Mbyllet një ndeshje midis Belgjikës dhe ekipit e Egjiptit, një tjetër rezultat pas edhe i pranueshëm, se edhe Egjipti nuk ka ekip keq. Pritej fitoria e Belgjikës, gjithsesi barazim. Shiko, Suçe, them edhe gjë, këto janë ndeshjet e para dhe nuk janë tregues, sepse të gjithë ekipet sa do të dobta të jenë, karikohen aq forcë për të paktën të japin një ndeshje. Fillojnë të zbërthejnë këto këneshjet e tjera, di si varen apo jo. Petronini apo Sami Frashëri? Sami Frashëri. E kemi përgatitur për ty çik. Avokatia apo real estate? Real estate. Ronaldo apo Dalima, e kemi për 2 vjetërin. Apo Roberto Baggio. Gjithë jetën Dalima. Shitsi apo Blersi? Shitsi. Jep 3% normal. Ta vazhdojmë apo ta lëmë për herën tjetër që do vish. Mirë, jemi këtu... Ka këtë gjerë që prapë shkru më burë. Jo, nuk le tani, vazhdojmë tani. Recetën originale napolitane të pizzës e gjeni të Abel Pizza në rrugën Muslim Shyri. Një shije që nuk harrohet. Tani Italia është më afër se kur. Brum autentik, përbërë cilësor dhe shija e vërtet napolitane në çdo kafshat. Çdo pizë përgatitet me pasion, sipas traditës vërtet napolitane dhe me kujdes për çdo detaj, për të sjellë një eksperiencë autentike në zemër Tiranës. Cilësia, freskia dhe shërbimi përkushtuar janë arsyeja pse klientët na zgjedhin çdo ditë. Eja provoj edhe lë shijen tënde të çoj drejt Italisë. Ju presim te Abel Pizza. Na gjeni edhe në Instagram. Pikërisht tek Muslim Shyri, në kthes direkt tek sigurimet shoqërore në të majt. Marrë shpejt sa ti do ikim. Marrë shpejt. Shkojmë tashmë për një break.